Letra drejtuar Efesianëve, kapitulli i parë. Unë, Pali, apostulli Krishtit Jezu përmes vullnetit Perëndis, po ju shkruaj vëllezërve të krishterë që janë në Efes dhe që besojnë në Krishtin Jezu. Paqi hir dhe paqe nga Perëndia, Ati ynë dhe nga Zoti Jezu Krisht. Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezu Krisht. Ai na ka bekuar përmes Krishtit duke na dhënë çdo bekim shpirtëror dhe qiellor. Perëndia na zgjodhi përpara themelimit të botës përmes Krishtit, që të jemi të shenjtë dhe të patëmet para Tij. Në dashurinë e Tij, Perëndia na paracaktoi për të na birësuar përmes Jezu Krishtit me pëlqimin e vullnetit të Tij, që ne ta përlëvdojmë për hirin e Tij të lavdishëm që na e dhuroi përmes Birit të Tij të dashur. Perëndia na shpengoi përmes gjakut të Birit të Tij dhe na i fali paudhësitë përmes hirit të Tij të begat. Këtë hir ai na e dha me tepri, bashkë me çdo urti e mençuri. Ai na bëri të njohur planin e fshehtë të vullnetit të vet, që me pëlqimin e Tij kishte vendosur që më parë ta kryente përmes Krishtit. Këtë plan ai do ta përmbushte në kohën e caktuar, për t'i vënë të gjitha gjërat nën autoritetin e Krishtit, si ato që janë në qiej, ashtu dhe ato që janë në tokë. Të bashkuar me Krishtin, ne u zgjodhëm edhe për t'u bërë trashëgimtar të Perëndis, sepse ishim paracaktuar sipas vendimit të Tij. Ai të gjitha gjërat i bën sipas qëllimit të vullnetit të vet, në mënyrë që ne që kemi shpresuar në Krishtin të jemi ata që do të përlëvdojmë lavdinë e Tij. Kur u bashkuat me Krishtin, ju dëgjuat edhe fjalën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit tuaj. Ju besuat në të dhe Perëndia ju vullosi me shpirtin e shenjtë që kishte premtuar. Ky shpirt është kapari i trashëgimnisë tonë, për shpengimin e atyre që i përkasin Perëndis, në mënyrë që të përlëvdojmë lavdinë e Tij. Prandaj edhe unë, që kur dëgjova për besimin tuaj në Zotin Jezu dhe për dashurinë që keni për të gjithë besimtarët e krishterë, nuk pushoj se falenderuari Perëndin për ju, duke ju përmendur në lutjet e mia. Perëndia i Zotit ton Jezu Krisht, Ati i lavdis, ju dhën të shpirtin e urtësisë, që do t'ju zbuloj si ta njihni plotësisht atë. Ai ju ndriçoftë sytë e zemrave tuaja, që të njihni se cila është shpresa për të cilën ju thiri, se sa e pasur dhe e lavdishme është trashëgimia e Tij për besimtarët e krishterë, dhe se sa madhështore dhe e pashoqe është fuqia e Tij ndaj nesh që besojmë në të. Kjo fuqi është e njëjta forcë vepruese e pushtetit të Perëndis, me të cilën ai ngjalli Krishtin prej të vdekurve dhe e uli në të djathtë të fronit të Tij në qiej, duke e vënë përmbi çdo sundime autoritet, përmbi çdo fuqi e zotërim dhe mbi çdo emër që përmendet jo vetëm në këtë epokë, por edhe në atë të ardhme. Perëndia e nënshtroi gjithçka nën këmbët e Krishtit dhe e bëri atë kreun e kishës përmbi çdo gjë. Kisha është trupi i Krishtit, është plotësia e Tij që me praninë e Tij bën gjithçka të plotë.